Të shtëna marrëmzjarri janë regjistruar mbrëmjen e së shtunës në fshatin Barbullush në bashkinë Vallideos. Sipas të dhënave paraprake, ngjarja ndodhi pas një konflikti të çastit mes disa personave, ndërsa fatmirësisht nuk raportohet për persona të rënduar. Sipas informacioneve paraprake, njëri prej të përfshirëve në konflikt gjatë largimit nga vendi i ngjarjes ka qelluar marrëmzjarri në ajër dhe më pas është larguar. Për ngjarjen ka reaguar edhe policia e Shkodrës, e cila bën me dije se njoftimi është marrë rreth orës 22:15. Në fshatin Barbullush Vallideos dyshohet se gjatë një konflikti të çastit mes disa shtetasve, njëri prej tyre gjatë largimit nga vendi i ngjarjes ka qelluar marrëmzjarrin në ajër. Menjëherë pas marrjes së njoftimit, shërbimet e policisë kanë shkuar në vend ngjarje dhe po vijojnë kontrollet intensive në zonë me qëllim identifikimin dhe kapjen e autorit, thuhet në njoftimin zyrtar të policisë. Grupi hetimor në drejtimin e prokurorisë po kryen të gjitha veprimet procedurale për zbardhjen e plotë të rrethanave të ngjarjes, dokumentimin ligjor të saj, si dhe identifikimin dhe kapjen e autorit.